Te pallati Lulit, ati shokut tem, kishte marrë shtëpi me qëra një çiftiri. Edhe aty nga e vona, nga ora 12 natës, 1 natë, si çiftiri i madh, bajnë që bëhet mes çifteve, mi po ishin zhurmshëm, shumë zhurmë, shumë zanë. E të nesër me mjes, ky Luli, ky shoku jam i del para ati, i thot, to jadja dhe i thot jam Luli, urnoj i thot a jam Xhemali. Xhemal mirë se keni ardhë, e gëzofshi shpinë, thot, po një këshill të lutem mos ma merr për keq, thot, po keni ba shumë zhurmë mramor burr. Jeni në gjurë shumë, e ka marrë vesh tan pallati se çka keni kanë ty ba. Qa me ba mërë, thot, të rijenat është i kjo është natyrale, çiftiri, thot, është normale, po më normale, po jo tanë këtë zhurmë, thot, po si me ta thonë, thot, e kam grunë mërë ti lull, thot, e kam pak sot zhurmësh me boll mundohen, po lëshon za, po ti ja i më në metod, po qa me gjetë mërë, po ti futi tapë në goja, veni në i letërnjica, në i natriban si i thonë, veni në gojë, thot, që më zbarë tani, e kanë marrë vesh tanë pallati që e një dy ban. Po mirë më Luli, thot kë Xhemali, po mundona. Vjen darka prap atë natë. Fillon atë kohëra 12:30 prap. Mirë, ja kishte vu letrën një se çoqes në gojë, mirë po. Andaj ka fundi, kur i vjen këti me bërtit, qa me ba me a Lul, a ke tamam. Ai Luli bërtet për e atje, se e në gjëndët, po, në rregull Xhemal. Mara, del nesër me mjes, e ta kanë Lulin, thot Lula ishte mirë, pa, thot Xhemal ishte mirë, thot, kështu pa, thot, në rregull. Vjen dita prap, Xhemali prap atë ka ora njajtën histori, i vjen prap me bërtit, o, Lul, a ke fix, a ke tamam. Luli jashtu përgjumë shumë, po mërë Xhemal, po tamam e kam. Me po ta çiftiri vjen edhe në mjes këti, aty ka ora 5 edhe herë tjetër bërtet edhe herë, o Lul, a ke fix, a ke tamam. Luli, po mërë Xhemal, se mle pa vjet. Ka ora 7:30 e mjesit, i kishte i del Luli për para këti Xhemalit, dhe thot, he Luli, thot, a kishe në regull, a kishe, dhe gjë, thot, Xhemal, thot, hiqat letër një, se prej gojet gruz, thot, se anë të kujtu tanë pallati që në vend që me ja ba gruzi, e ty ma ba mu.